mëngjes, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. E premtë jam në fund. Që ta mbyllim ashtu si duhet, a nuk e mbyllim një ëmbëlsirë, për shembull? Do thoni ju, është una djela është për ju. Por mua është e premtja dhe bëjmë një trileçe. E dini shumë mirë që është trileçe, janë 3 llojet e qumshtrave, Pra është qumshti i zakonshëm, është qumshti i kondensuar, sikurse është edhe pana. E para gjë që unë bëj, vendos në proces termik qumshin e kondensuar. Këtu kam panën dhe qumshin e zakonshëm. I lë më janë, sepse mua nuk do më duhen këto. Avash e lënë derisa të filloj të marrja të trajtën që është më e lëngshme dhe filloj direkt me pjesën e duhur, lyej një tavë me gjalp. Kam vezët, 6 të bardha veze dhe 6 të kuqet. I ra dhe duke i pas, po e bëj në mareng, më pas unë do të shtoj sheqerin, do të ra, një nga një do të shtoj të verdhat, sikurse dhe mielin. Për mielin çfarë lloj mielli? Mielin misri, dëgjoj, edhe me miell misri mund të bëhet me atë të imtin e ballokumeve. To imtin fare që është shumë i hollë. Atë të imtin e ballokumeve. Unë kam zgjedhur një miell të zakonshëm. Këtë doni ju nga aty që duke përjashtuar atë të kafentën, atë jo. E rah mirë, kremin e karamelit e kam marrë të gatshëm. Në nisur ditën sot me një trileçe në kushtet e shtëpisë. Të presim se të bëhet mareng. Se ky është procesi më i zhumshëm i recetës. Vanilje. Nuk do shtoj të gjithë? Po, se ka dhe krem karameli, sheqer, ose ja shtoj më pas. Pra, edhe veza rrihet, po edhe sheqeri tretet derisa mos dëgjohet zhurma e kokrave. Ta e shtoj unë një nga një. Pra e kemi ndarë të bardhat edhe të verdhat. Pra një nga një të verdhat. Tani formuam një krem homogen, delikat, me të bardhat e vezëve, me vaniljen, me sheqerin dhe pastaj shtuam një nga një të verdhat e vezëve. Punuam sigurisht me vezët Ovital për të marrë rezultatin dhe shijen e dur të trileçes në kushtet e shtëpisë me krem karamel. Tani, tjetër, shtojmë mielin, siç tham, një miell të situr imët. E përzijej lehtë. Ky është sekreti për ta përftuar atë shtresën e trileçes, atë sfyngjerin e ëmbël. Shtoj
shtrosje dhe pa ja ullur volumin dhe bëjmë këtë trazimin poshtë e lartë. Me gjalp tavën, gjë që e thashë në fillim fare. Dhe gjithë masën e miellit, shiko, pra du të trazuar mirë. Duke e rrotulluar nga lartë poshtë, që të kemi mundësi të ruajmë volumin. Shikoja, edhe pak do. Dhe pa tjetër që me një herë sa të vendoset në tavë, do të vendoset që të piqet. Fura e para ngrohur nuk e harojmë. Po, furën e kemi të ngrohur më përpara dhe duhet të piqet. Ja, kjo është e duhura. Mbajnë gjurën e artë, kuqeremt. Ky është hapi i parë i trileçes tonë. Të shohim pak listën me përbërësit e tjerë të kësaj recete. 3 lloje të qumshtit, pra të qumshit lopës, qumshit të kondensuar dhe të qumshit pana. 4 ose 6 kokra vezë ovital, të cilat i ndani të bardhat dhe të verdhat më vete. 200 gram miell të situr, 200 gram sheqer, pak vanilje pluhur, qumësht, pana e freskët dhe qumësht i kondensuar. Të treja në të njëjtën sasi nga 300 gram, pra gati nga një gotë për secilën. Diku 1 litër qumësht, kjo është. Në total, po. Dhe në fund fare, karamel të cilin nëse doni e përgatisni vetë, ne kemi sjellë recetën e karamelit, e gjeni dhe në YouTube-in tonë, nëse kërkoni te galeria e recetave të gatimit, në të kundërt e merrni karamelin të gatshëm, si kundër kemi vepruar ne sot. Do t'ja shtrojmë sipërfaqe, po tani më parë duhet ta pjekim këtë mas të biskotës ose të Atëherë, shtoj direkt. Tre llojet, 3 gotat e qumshtit. E unë nxehtësin fare, ose e fik. Shtoj kremë karamelin. Që ta kem në një masë më të hollë. Shtoj dhe pakës ujë këtu. Presën e sipërme. Këto ta vendosim për të pjekur? Te vendosim në pjekje. E dini shumë mirë në sa gradë. Presim të piqet. Largoj. Kemi punë me kremin e karamelit për ta holluar paksa, po ndërkohë sigurisht patjetër regjia ne mund ta shoqërojmë gatimin ditën, nisjen e saj për të marrë energji dhe me kafjen ton lavada me kanacet e freskëta, të cilat i mbajmë gjithmonë në frigorifer, pa aty për t'i ekspozuar, ju tregojmë se si mund të fitoni energjinë tuaj edhe për ta mbajtur atë për gjatë gjithë ditës. Për t'ju rritur fokusin dhe përqendrimin. Ndërkohë rikthehemi te karameli për ta holluar. Duhet të jetë, ja, ka që hollë duhet jetë. Dhe nëse ne shikojmë që është pak më e trashë, mund të vendosim pak gjallë. Po, ka të jetë si rrëshqitshëm. Po. E lëmë njanë, sepse duhet të pres. Duhet të presim të piqet. Pra, 3 procese janë. Përgatitja e shtresës me vezët edhe me mielin, shtresa e karamelit dhe shtresa e qumshtit. To duhet jenë të ftohta. Njomet. Gjë që i marr dhe i largoj sepse nuk më duhen. Po. I lëmë një, ndërkohë në pritje të pjekjes, mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit, kemi sjell trileçen. Ja ku është pjekur, shiko. Tani është momenti vetëm për trileçen. Vendosim, bëjmë disa shpime që të qëndroj. Qumshti që do t'i shtojmë, karameli. Të depërtoj o të qëndroj se, opa ja. Ky pjesa e kekut që është pjekur, ka marrë të ngjyrën e kuqerem, t'i shtohet tani masa e qumshtit, e 3 llojeve të qumshtit.
se duhet të përthithet mirë. E lëm paksa. Nuk ka rëndësi nëse duhet të ftohet apo jo, siç e nxjerrim nga Pra, fura, mund t'ja qumshti i ftohtë, edhe keku keku i nxehtë. i nxehtë. Pra i Sa sapo dal nga fura. akoma dhe më mirë. E lëm paksa Do presim që të përthithet. të përthithet paksa dhe në fund fare ne do të shtojmë Edhe kremin karamel, e lëmë që të ftohet, e shijojmë dhe e kemi për fundjavën tonë. Ndërkohë, përthithet pjesa tjetër, unë e ndihmova që të shkoj deri në fund dhe bamjet që i gatuam si recetë të dytë janë në furrë sot. Pra filloj dhe ndihmoj pjesën anësore. Këtë nga kjo ana kam më shumë. Patjetër se ja. Pra është kusht që gjithë pjesa e kekut të njomet. Gjë që ne po e përshpejtojmë pak për shkak të kohës, që duam të shtojmë edhe kremin karamel në sipërfaqe. Dhe pse jo? Edhe ta këtë pjesën presim të tjetër, ja. ftohet. E ftoja do, nuk është se... Kështu që do vendoset në frigorifer padyshim që të shijohet siç duhet. Derisa këtu në sipërfaqe mos ketë qumësht, pastaj shtohet kremi karamel. Kështu i bie, të përthithet deri në fund. Kremi duhet jetë i tillë. Pra në një lugë që na rrëshket. E vendosim dot ne tani? Patjetër që e vendosim. Gjithë pjesa e sipërfaqes së kekut, të trileçes, do të mbulohet nga kremi karamel. Se këto do ta fillojmë ta punojmë avash avash, ë? Pra që ta përhapim avash avash. Po. E lëm paksa këtu. Këtu. E lëm paksa këtu që të merrem unë me trahanam se për ju ka rëndësi ideja Po, sigurisht. se si shtohet, bravo. Kulloj Këtu.